Mirëmbrëma Vushtri. Mirëmbrëma qytetarë të Republikës Kosovës që po na ndiqni në këtë tubim madhështor. Mirëmbrëma mërgjimtarë të dashur kudo ku ndodheni dhe ju që tashmë keni ardhur dhe jeni bashkuar këtu në këtë tubim madhështor. Përshëndetje e mirë se vini në Vushtri, i nderuar kryeministër i tashëm dhe i ardhshëm, zotri Albin Kurti. Përshëndetje e mirë se vini në Vushtri, e nderuara ushtruese detyres e presidentes, zonja Albulena Agjiu, kryetari i Mitrovicës Faton Peci, të nderuar kandidat për deputet Kuvendit Kosovës, shumë të dashur qytetarë të komunës Vushtris, mirë se po takohemi këtu në Vushtri, në palestrën sportive që mban me krenari, emrin e herojit jeton Tërstena Tota, ku tubimet e lëvizjeve të vendosjen në Vushtri shndrohen në një spektakël politik dhe elektoral. Vushtria është qyteti i lartësisë dhe historisë, kulturës dhe trashëgimisë, mikpritjes dhe bujarisë, traditave dhe qytetarisë, rezistencës e vendosmerisë, ku gjurma dhe vulja shqiptarisë dhe vicionës antike daton nga mijëra vjet, gjurmë, dëshmi e qendër e rezistencës e rëndësishme e Dardanisë dhe shqiptarisë brez pas brezi. Vushtria historikisht është frymëzuar dhe formësuar me shembullin e birit saj më të madh Hasan Prishtina, që historia jonë e njeh ideologën e madh që dha krejt çka pat për shtetin, pasurinë, për kushtimin dhe vetjetën. Andaj, edhe ne me 7 qershor, siç e kemi dëshmuar dhe siç e do tradita jonë, krenare, le të bëhemi bashk me një synim të vetëm, Vushtria krejt për shtet. Vushtria e tillë ishte edhe me 28 dhjetor, kur pragu i vetëvendosjes në këtë qytet nuk ishte siç ishte në Kosovë 51.11%, por 62.68%. Prandaj, edhe me 7 qershor, duket se do t'jetë i tillë, me një rekord dhe fitore të re historike, jo vetëm në Vushtri, por gjithandej Kosovës.